Të harruar nga investimet, banorët e pallateve të lagjeve të vjetra në fshatin Çlirim të Bashkisë Fier përballen me kushte alarmante jetese. Ky fshat i territorit të Bashkisë Fier, vetëm 3 kilometër larg qendrës, ka një realitet të vështirë i cili qëndron larg vëmendjes institucionale. Lagjet e pallateve të vjetra janë zhytur në degradim të thellë, ndërsa banorët denoncojnë mungesë totale të investimeve në infrastrukturë bazë. Pamjet në terren tregojnë qartë kanalizime të amortizuara dhe shpesh jashtë funksionit, ujëra të zeza që rrjedhin në sipërfaqe dhe mungesë të furnizimit të qëndrueshëm me ujë të pijshëm. Në shumë raste, banorët detyrohen të sigurojnë vetë zgjidhje të përkohshme për nevoja jetike. Ata shprehen për televizionin Apollon se jetojnë çdo ditë mes ndotjes dhe pasigurisë për shëndetin dhe askush nuk kujtohet për zgjidhjen e problemeve, por vetëm bëjnë premtime elektorale të parealizuara. Po problemi i madh këtu, çfarë probleme të mëdha janë këtu, po ujërat e zeza është kryesore. Nuk futesh dot në një pallat, shkosh në një rrugë, ku do të vete vetëm aroma e keqe. Bësa do të kalosh me çizme tani se tani ka dalë ujërat përsipër, do të kalosh me çizme edhe në rrugë, do të ka sepse kem të shkelin ujërat e zeza. Shpresoni në një zgjidhje të shpejtë? Jo. Nuk ma merr mendja. Sepse këtu sidomos për këtë qendër nuk kanë bërë asnjë investim. Ka vite pa bërë asnjë investim. Vitin tjetër janë zgjedhjet lokale. Mendoni se do të orientohen drejt investimeve në qendrat e banuara për të marrë sa më shumë mbështetje? Unë kam shpresë, nuk kam as, jam shumë pesimist. Asnjë gjë s'kam. Edhe kur vina një bëjnë premtojnë në llap, asnjë gjë s'kam bërë. Janë fakt. Le të vi kush dojnë me dy të shikoj të akomolloj lagjen, dhe dalin një komision nga komuna, bashkia që është pjovare minë dhe. Le të vi të shikojnë, nëse gënjejmë neve, atëherë na nxirrin ne para që javë i mashtruesa. Në fakt investimet realizohen nga taksat. Jeni taksapagues ju? Jo, bile ferma është një nga fshatat që taksat i pakon 100%. Nuk gjetë asnjë librek e ndjen për detyrë, kur vjen koha për paguar se ti do të paguaj taksat. Sepse atje për taksa ata kanë kushte të tjera, ti vetë kosh një dokument atje, thonë, s'ke paguar taksat dhe nuk ti jep asnjë shërbim. Kështu që su mos duam jemi detyruar të paguajmë. Po që jemi një nga fshati më taksapagues i rregullt. Përpara duhet të shikohen se s'bën. Po edhe rruga këtu për i bretësht. Ne jemi gati një lagje qytetit, gjuna. Kështu gropa rruga. Jo, vlla. Po kanalizimet ujëra zeza keni? Nuk e kemi të rregullta. Vinë ata kështë disa herë që i shprasin. Nuk bllokohen. Nuk e kemi, janë bërë shpejt si duket edhe janë bërë pa kanalizim. Nuk e di. Keni shpresë se mund të ketë një zgjidhje shpejt apo? Shpejt jo, çanë, po kur të duan, mase do vinë votimet e mbulojnë dhe këto, kështu, çfarë të them. Ja, kështu. Ne jemi lagje qytetit, jemi afër. Afër qytetit, po të jemi afër qytetit, as një investim s'kemi, as kanalizime, as rrugas, shtypen njerëzit si pulot. E beri cunën aty cap e beri hipi në rrugë kështu. Ata theksojnë se situata është përkeqësuar vitet e fundit, duke ndikuar drejt për drejt në shëndetin dhe cilësinë e jetës së komunitetit. Jemi të detyruar të jetojmë në kushte jo dinjitoze, thon banorët. Ata i bëjnë thirrje Bashkisë Fier dhe institucioneve përgjegjëse që të ndërhyjnë sa më parë për përmirësimin e kushteve, pasi në të kundërt, ata paralajmërojnë se do të përshkallëzojnë reagimin e tyre përmes protestave dhe denoncimeve publike.